kërkojmë një kushtesë që të mos përsëritet situata e njëjtë, të cilën e patëm 3 herë. Konsideroj se ndërpritet seanca akuzative. Lëvizja e vendosje padyshim që e ka emrin e njëjtë, është zonja Albulena Haxhiu si e propozuar, por ne me qenë se e kemi po që të gjitha subjektet politike që është dje janë prononcuar se do ta kishin qëndrimin e njëjtë, edhe në këtë seancë, mendoj që kjo situatë politike nuk mund zgjidhet për vetëm me një marrëveshje politike. Ashtu siç votuar në kryetarët e kuvendit, atë koncept duhet ta kishte edhe kryetari i kuvendit. Pa krimin e një mazhorance këtu në kuvend për kryetarin e kuvendit, nuk do të mund të themelohet vetë kuvendi. Mirë, po kjo e njëjta logjikë është edhe për nën kryetarët. Sikur ne ta kishim shumicën, do të mund t'i bllokonim anën kryetarët e kuvendit. A është kjo arsyeshme? Atëherë ne, zoti kryesues, kërkojmë një kushtesë që të mos përsëritet situata e njëjtë, të cilën e patëm 3 herë radhës në kuvendin e Republikës Kosovës. Faleminderit. Të nderuar deputet, pas këtij propozimi, konsideroj se ndërpritet seanca akuzative, lidhemi sërish të mërkurën në 23 prill në orën 10.